Personat me aftësi të kufizuar, invalidët, para dhe tetraplegjikët e kanë të vështirë për të qarkulluar lirshëm në qytet. Sipas kreut të shoqatës së invalidëve në Vlorë, vështirësitë e tyre vijnë nga fakti se në Vlorë mungojnë rampat. Muhameti tregon se në thuajse të gjitha segmentet rrugore në qytet mungojnë vendkalimet për personat me aftësi të kufizuar, ku sipas tij bordurat janë tepër të larta e pamundur për t'u ngjitur me karrocë. Këtë problematik, vështirësi të përditshme, sipas Hysen Muhametit, e vuajnë edhe të huajt me aftësi të kufizuar që vizitojnë Vlorën, të cilët kanë shprehur ankesat e tyre në këtë drejtim. Jashtëzakonisht e vështirë, e kam thënë dhe e them, me përjashtim të bulevardit kryesor të qytetit, përshtatshmëri për personat me aftësi të kufizuar nuk ka. Të kalosh në rrugën Kosova këtu absolutisht nuk ka asnjë rampë. Të kalosh në rrugën transballkanike, ato gradinot e tyre janë nga 10-15 pond, do me thënë të larta. Është bërë si kur është vendosur do me thënë bordura në vendin e dur, por faktikisht ajo nuk kryen asnjë lloj funksioni. Kështu që unë më vjen keq se Vlora edhe qytet turistik, e kështu unë e kam thënë edhe në periudhën e beharit, do me thënë të verës, por edhe tani që këtu në qytet mua më kanë ardhur edhe shumë persona, do me thënë të huaj, që jetojnë këtu në qytet edhe më janë ankuar për përshtatshmërinë 1 dhe për parkimet 2. Gjë e cila absolutisht nuk shërbehet. Një mungesë e madhe sipas kryetarit të shoqatës së invalidëve në Vlorë është edhe mungesa e parkimeve të dedikuara për këto kategori të qytetarëve. Hysen Muhameti thotë se ka pasur raste kur edhe kjo kategori e qytetarëve janë gjobitur. Parkime këto që Muhameti tregon se mungojnë jo vetëm në qytet, por edhe pranë institucioneve shtetërore apo njësive të biznesit. Këto kategori personash, Muhameti thot se kanë të vështirë të shkojnë e të blejnë qoftë edhe ushqime në njësitë e biznesit, pa patur një ndihmes. Invalidët i kanë ato tabelat që i vendosin në për makina, por konsiderohen si gjithë të tjerat, qoftë me gjobat apo marrjen e masave apo vendet për parkime që nuk i kanë të përshtatshme. Ne nuk kemi as parkime, ne dhe na jepet mundësia për të vajtë në ambulancë të qytetit për të bërë një injeksion, duhet do me thënë shumë mund dhe nuk ke ku të parkosh makinën, që shumë nga ne edhe ato injeksionit i kryejnë në për makina, pa zbritur fare, kupton, sepse edhe përshtatshmëria edhe vendi nuk e favorizon. Nuk ka parkime për stafat. Në këto qendrat e biznesit që janë supermarketet e këto nuk ka parkime për personat me aftësi të kufizuar. Unë jetoj vetëm, duhet vetet psonis, duhet ushqeja. Nuk ka, absolutisht. Vitet e fundit në qytetin bregdetar të Vlorës janë realizuar mjaft projekte infrastrukturore që kanë ndryshuar realitetin qytetit, por ajo se çfarë vjet re në to është mungesa e rampave që personat me karroca me aftësi të kufizuar të mund t'i kalojnë.